Mirëmbrëma të gjithëve. Sonte po më vjen mirë që po përmbyllim këtë fushat në një atmosferë kaq të bukur e festive, me këtë marsh të organizuar në mënyrë kaq të bukur e dinjitoze. Më vjen mirë që po e përmbyllim një fushat ku Vleni gjatë gjithë kohës ka folur për sukseset e veta në pushtetin qendror, për projektet e realizuara në nivel lokal dhe për ofertën e Vlenit në 4 vjeçarin e ardhshëm. Si asnjëherë më parë në të kaluarën në këto zgjedhje kemi dëshmuar se edhe shqiptarët kanë arritur një pjekuri të lartë demokratike që nuk e durojnë më gjuhën e fyerjeve, të ofendimit e të denigrimit. Ne i kemi falenderuar pafundësisht të gjithë aktivistët, forumin e gruas, forumin e të rinjve, të gjithë strukturat e shtabeve lokale e qendrore. Na kanë mbetur t'i falenderojmë edhe kundërshtarët tanë që kanë bërë betejën dhe e kanë humbur, por kjo është një garë ku fiton gjithnjë më i miri. Unë sonte nuk dua më ta zgjas për shkak se ne kemi pasur mundësi të mbajmë fjalime të gjata e të zgjatura. Ajo që më duhet ta them është që e thash edhe në tubimin e çajirit, pastaj u desh të ta përsëris, që të mos i bie se nuk u kam thënë. Të hënën kryetar i ardhshëm i komunës së Tetovës është kryetari aktual, Bilal Kasami. Kanë mbetur vetëm edhe 2 ditë, bile më pak se aq që ne prapë të mblidhemi në këtë shesh e ta përurojmë kryetarin e ri e të vjetër, kurse deri në atë kohë detyra jonë është që kështu në mënyrë si që jemi sonte, por edhe duke i tubuar të familjet tona, edhe të dielën, ta dëshmojmë këtë pjekuri demokratike duke e votuar Bilalin, për shkak se ashtu si Vleni i pati 2 Dauta që sot u bën edhe kryetar të komunave, i pati 2 Blerima që njëri u bë me 19 e tjetri bëhet me 2, kurse Tetova ka vetëm 1 Bilal. Urime dhe suksese.